është organizuar sot në Shkollën e Muzikës Prankjakova në qytetin e Shkodrës, koncerti që bëri bashkë muzikën dhe poezinë. Në këtë koncert interpretuan dy artistë të njohur të muzikës nga Durrësi, Eni Haxholli dhe Erlind Hoxha, të cilët sollën të ndërthurura në një harmoni të rrallë bukurinë e fjalës dhe melodisë. Nordana Hasa, organizatore e koncertit, shprehet se përmes këtij koncerti përcjell edhe një mesazh për të rinjtë të cilët duan të bëhen pjesë e artit. Ky event është një bashkim harmoniet më tepër të pjesë dy instrumenteve që janë të kundërta, flauti dhe kitara, por që në mes të këtyre emocioneve melodioze do t'jene edhe fjala poetike, ajo që është një çlirim shpirtëror për artistët që do përcjellin. Ky është edhe një mesazh ndaj të rive që duan të jenë pjesë e artit, që arti t'i ndjekë jetën e tyre dhe të motivohen dhe të kenë sa më kënaqësi shpirtërore. Bashkëpunimi është bërë me dy instrumentistë që vinë nga Durrësi. Ato kanë ndërmarrë përsipër një projekt të tyre artistik për të bërë turne në gjithë Shqipërinë dhe Shkodra ishte, në planet e tyre të pas ditës verës, të filloj pranvera me tingull muzikor dhe me melodi. Ky koncert u bë dhe më i veçantë fal interpretimit të disa poezive nga studentja Arina Gaci. Unë mendoj që këtu ndërthuret fjala dhe arti, muzika, i jepet shumë rëndësi poezisë, fjalës, edhe dy instrumentave që kanë më ndërtu me u prezantu flauti dhe kitarja. Unë kam bërë harmonia e natyrës edhe natyra që fluturon. Janë dy poezi që kam për të interpretu. Koncerti organizuar solli një ndërthurje të magjishme mes poezisë dhe muzikës për të gjithë artashësit.